e kriminelve, pra urdhoni që ndodhë me ta. Me 7 maj, tani, pristi, me 7 maj 2025, Altin Troplini deklaron fillimin e hetimit pa emër para prak. Këtu do ndalemi. Hetimi para prak është forma më korruptive e hetimit e aplikuar nga Altin Troplini në rastin e Irena Gjokës, në rastin e Mek Gonigal, në rastin e Amand Josifit dhe të gjitha rastet ku ai pret gjoba të mëdha ose zbaton urdhra e prorë. Me datën 8 maj 2025 i kërkojmë KLG-s shpalljen e mbarimit të mandatit Irena Gjokës, mbasi në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, ajo nuk mund të ishte më kur gjykatëse në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Në maj qershor 26-25, ndonë se ligji detyron KLG-n të vendosë për 15 ditë për mbarimin e mandatit violoja Kullungeshkës. KLG-ja kërkon prokurisë përgjithshme të shprehet, e cila gjoja ka filluar një hetim një vit e gjysmë përpara. Prokuria fshihet pas Ministrisë të Drejtësisë dhe nuk konkludon. Qershor 2025 del se Irena Gjoka, jo vetëm, 1, është dëbuar 2 herë nga Greqia dhe ka lëshuar prokuror, 2, ka dënim penal të formës prerë në Greqi, 3, ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit pasi nuk i ka deklaruar këto, por dhe 4, ka gënjur në veting. Të gjitha këto janë akte që kryen brenda sistemit drejtësisë dhe dëshmojnë moralin e kalbur të këtij sistemi, kontrollin total që Edi Rama nëpërmjet Altin Troplinit, nëpërmjet Uluzi Vujtonit, nëpërmjet kujt i thuash çfarë të thuash me radhë të vesh mbiemra, e ka shtruar, e ka irenizuar. Na falin të gjithë Irena tjera për emrin shumë të bukur që kanë, përveç Irena Gjokës. E ka bërë me shumë mbiemra se s'diste se nuk po m'vjen tani ndonjë epitet më i përshtatshëm. Pra, këto ishin. Zoti Berisha, morët njoftim për çështjen tjetër për cilën s'pa kërkon të marrë në cilën e personit që ka Tani. Në çfarë datën e së po? Tani. Mbetet në historinë e turpit të Altin Troplinit